salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fillimisht falëndrimi qoftë Allahut azza wa jall, salavatet dhe selamet u na dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me shpjegimin e sirës, pra jetës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi arritur tek dersi me radhë, i cili quhet hijreti apo migrimi i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për në Medinën e ndritshme. Në dersin e kaluar folëm për besatimin e dy në Akabe, dhe se si muslimanët kishin ardhur nga Medina në Mekë, dhe se si kishin lënë një takim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se si u realizua qëllimi i takimit dhe takimi së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra si që kemi thonë takim madhështor i cili pas atij takimit do këtë ndikim në rrjedhën e historisë së botës, domethënë në përgjithësi. Dhe sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim për migrimin apo hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. Kurejshetët, vëllezër të nderuar, për çdo ditë që zgjoheshin në mëngjes e vërenin se familje të muslimanëve kanë ikur nga Meka. Dhe ikja muslimanëve nga Meka për ta ishte një rrezik. Rreziku ishte për kurejshetët se në momentin që shkojnë muslimanët në Medinë, atje do forcohen, do i thirrin njerëzit në Islam. Dhe një ditë kur ata do forcohen, do kthehen në shtëpiat e tyre. Mirë po, kur kthehen në shtëpiat e tyre, do kthehen për t'i çliruar. Por në këtë rast është rreziku i kurejshetëve. E para e dyta, shkurja muslimanëve në Medinë, gjithashtu ishte edhe rrezik për ekonominë e Mekës. Pra ekonominë e kurejshetëve, nga se rruga e karavanëve që vinte nga deti Kush, nga Jemeni dhe nga Shami kalonte në Medinë. Kështu që kjo ishte goditje e drejt për ekonominë e Mekës dhe ekonominë e mushrikëve, të cilët e luftonin ditë për ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Dhe gjithashtu forcimi i muslimanëve në Medinë ishte dobësim dhe rënje e Mekasve, pra në atë kohë. Prandaj gjitha këtu e analizuan mirë, gjitha këtu e studiuan mirë dhe vendosen mushrikët e Mekës që me i pengue sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos të bënin hijret dhe mos të kalonin në Medinë. Dhe pasi që nuk arritën dhe nuk ja dolën me i pengu sahabët, të cilët iknin dhe largoshin fshehurazi, përveç Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili ka bojgjret haptas, atëherë u munduan që ta luftonin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra komandantin e tyre suprem dhe udhëheqësin e tyre suprem, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ta mbytnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mushrikët e Mekës apo paria e Mekës kishte mbajt një mbledhje urgjente, dhe në atë mbledhje ishte diskutu se çfarë të vepronin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë mbledhje kishin mbarë pjesë kokat e kufrit, udhëheqësia dhe paria e shtetit. Dhe njëri prej tyre, prej mushrikëve, kishte emrin Eswedi. Dhe ky vëllezër të nderuar kishte dhënë propozim në këtë mbledhje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet leqitet dhe duhet të dëbohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të nxirret nga Meka. Pastaj El Bukhturiu
një mushrik tjetër, një dhujtar tjetër, e kishte dhënë mendimin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të pranguset edhe të futet në burg. Mirë po, thuhet që në këtë mbledhje ka ardhur shejtani i mallkuar, në këtë rast iblisi, në formën e një plakut, dhe kishte marrë pjesë në seancë. Dhe e kanë pyet se kush je ti? Thotë unë jam një plak prej Nejdit. Pra Nejdi është Riyadi sotëm. Ndëgjova se keni me mbojnë një mbledhje për Muhamedin, thët edhe po ta dëshirë me ka dhe unë mesin e juve. Dhe këto dy mendimet e këtyre dy mushrikëve nuk i pëlqejnë këtij plakut, pra në këtë rast iblisit të mallkuar. Edhe Abu Jehlit nuk i pëlqejnë. Para arsye se nëse pejgamberi son dëbuhej, thot ai me oratorinë e tij do ju flet njerëzve dhe do i nxit në islam, pra do rritej numri i pasuesve të tij. Po gjithashtu edhe burgosja e tij do ishte mundësi për sahabët që të luftojnë dhe ta nxjerrin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çfarë mendimi dha ky i mallkuar? Pra Abu Jehli, i cili ja kishte kaluar iblisit. Pra kishte kaluar iblisit, sa që dhe iblisi habitet dhe mahnitet dhe e pëlqen mendimin e tina. Abu Jehli, vëllezër të nderuar, thot, e ja propozimin këtyre përfaqësuesve për këtë parlament, këtë seancë, thot që me e zjedh nga një djalësht e ri prej secilit fesë. Edhe pastaj të gjithë së bashku mu mbledh dhe me sulmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në mbyt. Pra plani ishte, kurtha ishte, mu mbyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thët Beni Hashime, pra familja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do kenë mundësi thët me marë, do më hanë hakun për vrasjen ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që do të detyrohen, thët për me ja u pague na gjakun atyre. Edhe ja paguajna gjakun, edhe do më thonë i qerujna hesapet, edhe pushuhet çështja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur jap këtë mendim, pra se çdo përfaqësues i fisëve të ndryshme më mor pjesë në mbytjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë vëllezër të nderuar, edhe iblisi i mallkuar i aplauzon edhe e pëlqen domethënë idenë e Abu Jehlit të mallkuar faraonit të këtij umetit. Dhe Allahu xhelalu ala ka zbrit ajetin Kur'an ku thot: "Wa idh yamkuru alladhina kafaru", thot dhe përkujta kur benin kurtha ata që mohuan Allahun, pra pa besimtarët, li yuthbituke, për me të lidh ty, ose për me të burgos ty, au yaqtuluke, ose për me të vrarë, për me të mbyt, au yukhrijuke, ose për me të debu, pra për me të leqitë dhe me të debu e prej Mekës, o jem kurun e jem kurullah, dhe të ata bënin kurtha, dhe Allah azza wa jall i pregatiste, dhe më hanë kurtha ndaj tyne, nga se shpërblimi apo ndëshkimi është sipas llojit e veprës, dhe Allah subhanahu wa taala e ruajti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë seancë vëllezër të nderuar është mbajt dhe është marrë vendimi më dashakeq dhe më prej shpirtligut, këtë rast Abu Jehlit, dhe prej këtyre njerëzve për me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte dhurat për ta dhe ishte i dërguar për ta që të nxjerrte nga errësira në dritë, nga devijimin e udhëzim, nga xhenemin e xhenet, nga shirkun e tauhidit, kështu me radhë. Mirë po megjithatë ata mohuan mirësinë e Allahut azza wa jall dhe e psuan jetën e kësaj bote, edhe me keq e psuajnë në varre dhe në ditën e gjykimit. Allahu na ruajt. Pas gjithë kësaj vëllezër të nderuar, pra pasi që merret ky vendim, atëherë zbret Xhibrili alayhi salam prej Allahu xhelalu ala dhe lajmëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për vendimin të cilin e kanë marrë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi, pra i tregon Xhibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është marrë vendimi ty për me të mbyt. Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos të flinte në shtratin e tij. Pra mos të flinte në shtratin e tij
dhe e urdhnon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për hijret, pra për migrim. Deri me tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte zbritur urdhri apo leja që ai të bënte hijret nga Mekka në Medinë. Mirë, po në momentin kur merret ky vendim, zbret Xhibrili alayhi salam dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka ardhur urdhri apo sinjali, pra drita e gjelbërt është ndesë se ti migrosh, edhe të bësh hijret në Medinën e bekuar. Dhe pasi që e lajmëron Xhibrili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot as-suhba, pra a do kim dika në shoqërim. Dhe Xhibrili alayhi salam e lajmëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se shoqëruesi jot në udhtim do jetë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Vetë fakti që pejgamberi alayhi salam e përmend shoqërimin, dhe vetë fakti që Xhibrili alayhi salam e përmend se do jetë shoku jot Ebu Bekri, pra përmendet Ebu Bekri, jep me kuptu pozita e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu tek Allahu xhela wala. Mirë po, me marr Ebu Bekrin radhiyallahu anhu në këtë udhtim të rrezikshëm ishin 3 pengesa. E para kur t'i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit, pra se do jesh shoqëruesi im në udhtim, problemi por ishte se kjo donte thonte se ti do të ta praktikësh shtëpinë tënde, gruan tënde, fëmijët e tu, vajzat e tua, e kështu me radhë, dhe do dalësh për shtëpisë sotër, po nuk dihet kur është data e kthimit. Po ti po del duke ja kthy shtëpinë tër familjes. Prandaj nuk ishte e lehtë. Pra do praktikësh vendin tan në cenjë rrit, mirë po do praktikësh për hir të Allahut subhanahu wa taala. E dyta, vëllezër të nderuar, rreziku i dytë apo pengesa e dytë është se kur i shitet herë të kur do e zbulojnë rastin. Edhe do e din kush ka ikë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që rreziku gjithashtu do ishte për jetën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe e treta, pengesa e tretë ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte lënë disa amanete në Mekë tek idhujtarët, tek mushrikët. Mirë, aq ka qenë njëri besnik vëllezër të nderuar. Sa që edhe pse kanë debu, edhe pse kanë marrë vendim për me mbyt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur se hapet amanetet njerëzve mbi aty. Kështu që për këto amanete e kishte lënë Aliun radhiyallahu anhu, pra që t'ja kthen amanetet njerëzve që kishte marrë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në kohën e drekës dhe jam syn shtëpisë e Abu Bekrit. Dhe kur arrin te shtëpia e Abu Bekrit, habitet Abu Bekri radhiyallahu anhu, nga se kjo kohë është njohur si koha e pushimit, e kailules, edhe është kohë kur dielli është në zenet, pra në kohën e në vapën më të madhe. Prandaj nuk është kohë e daljes së njerëzve, s'ka qenë edhe kohë e daljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka të ka sjellën këtë kohë, atëherë i thotë mos dhon leja për migrim, pra për hijret. Edhe në momentin kur e ndëgjon këtë fjalë Abu Bekri, i thotë pejgamberit alayhis salam as-suhba as-suhba, shoqërimi me ty i dërguar Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se do jesh shoqëruesi im në këtë hijret. Subhanallahu, ka kujt Abu Bekri radhiyallahu anhu nga gëzimi kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do jesh shoqëruesi im, domthonë në këtë udhtim, edhe pse udhtimi ka qenë mjaft i rrezikshëm. Domthonë udhtim, siç do shohim ku do vendosen 100 deve për kokën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhën Aliun radhiyallahu anhu që me 2 qëllime. E para që të flente domthonë në shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të mbulojë me palerinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kishte siguruar se nuk do i ndodh diçka e keqe. Dhe kjo është prej shajave të pejgamberisë, nga se nuk i ka ndodhur diçka e keqe, pra në këtë rast mund mbyt Aliu radhiyallahu anhu përveç domthonë një kontroll apo marrje pyetje që është bë që përmend dietar diku në Aliut radhiyallahu anhu. Dhe e dyta, pra m'ia kthy amanetet njerëzve. Këtu ishin 2 qëllimet sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte lënë Aliun radhiyallahu anhu në Mekë
Dhe Aliu radiallahu anhu këtë kohë i ka pas 28 vjet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon vëllezër të nderuar me e përgatit pra terrenin se si do ik. Pra si do ik prej Mekës, si do largohet. Kur Mekë është e vogël. Kurse mushrikët po jenë domosdoshmë në vëzhgim dhe në kontroll. Dhe si do del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa u vrejt dhe pa u hetuar. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte marrë disa hapa vëllezër të nderuar që të largohet prej Mekës pa u vrejtur dhe pa u hetuar dhe duke u larguar në mesin e mushrikëve pa e kapur ata dhe pa rënë në durë të tyre. Pra cilët janë këta hapa, është më rëndësimi i di vëllezër të nderuar, ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç kemi thënë shembull dhe model që duhet të pasohet dhe musliman mundën më sprovuar siç kemi thënë fillim të librit me sprova të ndryshme, qysh janë sprovuar për shembull kohën e komunizmit në Rusi ose në Shqipëri ose në Kosovë në vende të tjera të botës. Prandaj muslimanët e kanë ernek dhe shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga plani i largimit nga mesi mushrikëve ishte që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do e kalon natën, pra tër natën në shtëpinë e tij atë natë. Mirë po të qëndron vetëm një pjesë të natës, derisa të qetësohen njerëzit, të qetësohet Meka dhe të binë njerëzit për të pjetur për të pushuar. Por në këtë rast, fillimin e natës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do e kalonte në shtëpinë e tij. Nga se Gjibrili alayhi salatu wassalam e kishte lajmëruar se koha mbytyjes do jetë afër mëngjesit. Domethënë koha mbytyjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të natës do qëndron në shtëpinë e Abu Bekrit radiallahu anhu. Pra në momentin që del për shtëpisë së tij dhe shkon tek shtëpia e Abu Bekrit radiallahu anhu, atëherë do qëndron në një pjesë në shtëpinë e Abu Bekrit radiallahu anhu. E treta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur që mos të del nga dera kryesore kur të largohet për shtëpisë e Abu Bekrit. Pra mos del nga dera kryesore, mirë po ta përdor derën mrapa. Kjo se nëse dikush është duke vëzhguar ndonjë agjen, ndonjë spion, atëherë mos ta vrejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E katërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dy rrugë për të shkuar në Medinë. Po rruga e lehtë që edhe kalonin më shpejt njerëzit pra rrinin në Medinë, dhe rruga e vështirë që përdorej domethënë shumë rrallë dhe ishte domethënë shumë e vështirë, prandaj këtë rrugë nuk e dinte gjithkush. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur ta përdorte rrugën e pashkëlqyer apo rrugën e vështirë në mënyrë që mos të hetuej nga se dinte se ka do përndjekën nga ona mushrikëve. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do merrte një udhërrefyes, që në këtë rast ishte pa besimtar, mushrik, mirë po ishte i besueshëm. Emri i tij ka qenë Abdullah ibn Urayqit. Pra ky ka qenë mushrik, mirë po ka qenë i besueshëm, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë këtë si udhërrefyes për t'ia treguar këtë rrugën e vështirë e cila do të qënte në Medinë. Dhe ky do vinte 3 ditë pas ndrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shpellën Thevr së bashku me Abu Bekrin radiallahu anhu, dhe pas 3 dite, pra do i sillte devet dhe përgatitjet që kanë lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin dhe pastaj do vazhdonin rrugën për Medinë. Dhe plani tjetër që kishte përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që drejtimin e parë ta merrte në drejtim të Yemenit, por jo në drejtim të Medinës. Pra dikon 5 mila apo 8 kilometra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në anën e kundërt. Në anën e kundërt, po jo në drejtim të Medinës, nga se dinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do përndjekën nga ona mushrikëve. Prandaj ka shkuar në drejtim të Yemenit, është vendosur në shpellën Thevr, ato ka qëndruar së bashku me Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, domethënë 3 ditë radhasi, dhe pas 3 ditë kanë dalë prej shpellës dhe e kanë mësuar Medinës. Dhe plani tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte që gjatë qëndrimit në shpellën Thevr, atëherë djali i Abu Bekrit, i cili kishte emrin Abdullah ibn Abi Bekr,
do vinte dhe të kalonte pjesën e natës bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin. Në këtë rast, pra do i sillte lajmet e Mekës se çka po flitej në Mekë. Është qartë? Dhe pastaj para sabahit zbriste në Mekë dhe bëhej sikur nuk ka qenë jashtë Mekës. Domethënë sikur nuk është taku me asnjë njeri. Pra, në këtë rast ka qenë zvarësia e Abdullah ibn Abu Bekrit radhiyallahu anhu, nga se vëllezër të nderuar, pra natën i ka thënë lajmet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra lajmet e ditës se çka kanë bë plane mushrikët e Mekës, ndërsa sa i përket Amr ibn Fahires radhiyallahu anhu, ky i ka dhënë delet rreth shpellës, se ku ka qëndru pejgamberi sa me Abu Bekrin, dhe ju ka dha qumsht me pi atyre dyve, dhe të njëjtën kohë i kanë shkel delet, domethënë gjurmet, ka shkel pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët në mënyrë që mos me pas mundësi mushrikët e Mekës me i gjejë domethënë gjurmet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa sa i përket Esma, vajza e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe pse ka qenë domethënë shtatzan në muajt e fundit të lindjes, po megjithatë vëllezër të nderuar, kjo e ka përgatitur ushqimin dhe ja ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Pra, ky ka qenë plani i largimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka për në Medinë, pasi që është marrë vendimi në parlamentin kurajshit apo në këtë seancë ku e ka bashkangjitur edhe iblisi i mallkuar që ta mbysin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pjesën e parë të natës e ka lënë pra në shtëpinë e tij, prapë pse i merr gjitha këto sebepe, e mbështetet në Allahun xhelalu ala, megjithatë mushrikët arrin me rrethekuar shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para doljes së tij. Pra mushrikët arrin me rrethekuar shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i kishin mbrej shpatat e tyre, edhe presnin vendimin vendimtar, edhe Abu Jehli ishte krekosur në kokën e tij, dhe ishte i mllëfosur në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe priste urnën e tij që ta mbyste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, zbashku me mushrikët të cilën ishin mbledhur për me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me Aliun radhiyallahu anhu, dhe urdhën Aliun radhiyallahu anhu me flajt në shtratin e tij, dhe mu mbulu me palerinën e tij. Tham Aliu radhiyallahu anhu ka qenë 28 vjet. Pra, i ri ka qenë. O subhanallah ka fjet. Imagjino vllai dashur musliman situatën me kohë rrethekun për mushrikëve me të nxosh gjumbi. Kja me kuptu qëtësia e Aliut radhiyallahu anhu që e ka pas në zemrën e tij. Se njeri kur ka frikë se merr gjumbi. Mirë po, kur është i qetë në za gjumbi. Pra me kuptu se Aliu radhiyallahu anhu ka flajt duke ju friksu Allah dhe duke ju friksu mushrikëve. Prandaj ka flajt në shtratën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ishte marrë vendimi për mbytje, jo për burgosje, jo për debim, jo për leqitje, mirë po për mbytje. Pra gjykata supreme e Mekës në atë kohë ka marrë vendim u mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çka do vepron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si do del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tyre? Nga sa i do kalon para durrëve të tyre. Zbret Jibrili alaihi salatu wasalam dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me marr një grush dhe me dal midis mushrikëve. Dhe me lexu ajetin Kur'an ku Allah thot wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Na përpara tyre kena vendos perde. Edhe mbrapa tyre perde. Ka vendos Allah perde, dhe ata nuk e kanë pa. Po nuk shohin. Dhe pejgamberi ajo që është interesant ka dalë në mesin e tyre, dhe pastaj u ka vendos mbi kokat e tyre dhe ka dalë në mesin e tyre. Pastaj ka ardhur një mushrik, i cili kishte taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kishte parë, dhe ka lënë pranë shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i shem mushrik se i kanë rrethekuar shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe pastaj thotë se çfarë jeni duke vepruar këtë? Se të po presëm vendimin, domethënë për me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me mbyt Muhamedit. Se ato ju të mirë, o ju të gjurë. Se ata i ka dalë thët. Edhe ju ka vendos juve dhej mbi kokat e juve. Dhe kur i kanë shkun kokat e tyre, kanë po që dhej është mbi kokat e tyre. Edhe s'kanë mujt me besu. Ka se kanë dhash duke vjetur mrena. Është imbuluar me palerinën e ti. Dhe pasaj kur e kanë kthy dere, edhe kanë hi mbrena, e kanë shplue, domethënë e kanë largue palerinën e Çeben Aliut radiallahu anhu, dhe e kanë posë që është Aliu radiallahu anhu, dhe jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë një argument për ta që ata me besu. Kush ta vendosi ty dhejën kokë? Po me që tha subhanallah, para se mu qarru e sytë e ballet, vërbuhen zemrat. Allahu na i ruaj zemrat e na pastron zemrat. Dhe pastaj çfarë ndodhi? E marrin Aliun radiallahu anhu dhe e godasin. E rrafin Aliun dhe pastaj çojnë tek Qabja dhe dikon për një orë, pra vërsisht e marrin pyetje, po megjithatë pse rinë mosh nuk kanë arrit asnjë informacion me nxjerr nga Aliu radiallahu anhu. Asnjë informacion nuk ja ka dhënë Aliu radiallahu anhu sa i përket domethënë ngjarjes edhe se ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pasi që e lajnë të lirë Aliun radiallahu anhu, jam syn shtëpisë e Abu Bekrit. Dhe pasi që shkojnë të shtëpia e Abu Bekrit radiallahu anhu, atëherë e rrethekojnë shtëpinë e Abu Bekrit radiallahu anhu. Po megjithatë, edhe familja e Abu Bekrit nuk e qet asnjë fjalë. Dhe nuk lajmërojnë se kur është baba i tyre dhe kur është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse e godasin vajzën e Abu Bekrit radiallahu anhu, edhe i kërcënojnë, po megjithatë nuk lajmërojnë asgjë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për Abu Bekrin radiallahu anhu. Atëherë çka vendosin mushrikët? I marrin disa vendime. E para prej tyre pra t'i bëhet një kontroll urgjent të shtëpisë e Abu Bekrit radiallahu anhu. Edhe e bën kontrollin, siç e shpjeguam. E dyta, me përgatit njerëz me bëu vëzhgim të rrept, të armatosur dhe me i vendosnë për hyrjet dhe daljet e Mekës. Pra e gjithë Meka ngritet në kam në atë kohë për në kërkim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta, vendosen 100 deve shpërblim për ata i cili e sjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qoftë gjallë apo i vdekur, dhe gjithashtu i vendosin edhe njerëzit të cilët në bazë gjurmëve domethënë mundën me gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra djegësit e gjurmëve, pra për me gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra i përdorin edhe gjurmuesit, mirë po megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndron 3 ditë në shpellë dhe nuk gjendet nga ana e mushrikëve. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendoset në shpellë, pra në shpellën Tëver, atëherë Abu Bekri radiallahu anhu, para se të hynte pejgamberi në shpellë, thot prit, futëm unë brenda. Dhe të shikoj të pastrej shpellën. Mos ka ndonjë dëmtues, mos gjendet ndonjë gjarë, ose ndonjë akrep, ose diçka rrezikshme. Dhe pasi që hyn dhe pastroi shpellën, atëherë e shkoi një pjesë të këmishës së tij dhe vendos në një zgavën apo në një vrim, pasi friksohet se mos del diçka dhe e lëndon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen me pushu dhe vendos kokën e tij në kofshën, këmbën e Abu Bekrit radiallahu anhu, dhe pastaj vjen një akrep dhe ka fshën Abu Bekrin radiallahu anhu. Dhe Abu Bekri fillon me çajt për dhimbje. Mirë po s'do me qartë gjumin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i bin lëtë faqet pejgamberit alaihi salam. Kur zgjohet pejgamberi alaihi salam, i thotë çka ndodhi Abu Bekr? Thotë lut digtu, u ka fshova prej akrepit. Pastaj pejgamberi alaihi salam lutet për të dhe shërohet Abu Bekri radiallahu anhu. Dhe përderisa ata që ndrojnë në shpellë, Allah azza wa jall ka zbrit ajet, thotë idhuma fil ghar, për kujta kur ata dy, po pejgamberi alaihi salam dhe Abu Bekri, dhe këtu shihet vlera Abu Bekrit radiallahu anhu, ka se Allah azza wa jall po ata dy. A ne pëse Superman me amen një për qëllim Abu Bekri radiallahu anhu. Thotë kur ishin në shpellë, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, për kujta kur i tha shokut e tij, pra pejgamberi sa po i thotë Abu Bekrit la tahzan, mos u frikso.
Edhe pse gjendja ishte shumë e rrezikshme, nga se mushrikët kishin ardhur deri tek shpella. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, nëse gërbaven kanë me na po, pra nëse përkulen ata, kërrusën kanë me na vrit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abu Bekrit, ja Abu Bekr, ma bike bithnejni, Allahu thalithuhuma. Qa mendon për dy vetë, Allahu është i treti i tyre. Dhe Allahu azza wa jalla ka zbrit qetësinë dhe ka zbrit prehjen në zemrën e Abu Bekrit radiallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vazhduar mushrik. Po këtu ja me kuptuar bikëqyrja Allahu xhelalu ala ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se si Allah ka mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse ajo që përmendet se ka ardhur një plumë, i ka bu vez ato, dhe gjithashtu marimon nga, në ka vendosur rjetat të dyja në gjore janë dëpta, pra nuk janë të sakta. Ka se bin kundërshtim me ajetin ku Allah thot, wa anzala junudan lam tarawha, dhe ka zbrit një ushtri që se keni po. Pra, rjeta duket, plumi duket, veza duket, Allah thot ka zbrit ushtri që ju se keni po. Pra Allah azza wa jalla ka mbrojt me melaqet e tij. Edhe Allah azza wa jalla ka marrë mbrojtje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas 3 dite vjen Abdullah ibn Urajqit, pra ashtu që ishin marrë vesh dhe kishin lidh kontrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që pas 3 dite me ardh me devet dhe përgatitjen dhe me marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shikoni strategjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra pas 3 ditë. Pse? Se rruga Mekë-Medinë rrehet për 3 ditë. Kështu që ata do e hulumtojnë pejgamberin sa do e kërkojnë pejgamberin sa këtë rrugë. Pastaj kur e humbin shpresën dhe kthehen në Mekë mushrik, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdon rrugtimin për në Medinë. Mirë po, thamë se për metodat që e kishin vendosur mushrikët është edhe vendosja një shpërblimi të madh, pra 100 deve. Si me thonë sot vëllezër 100 Mercedesa ose 100 aeroplan. Shpërblimi ka kush e sjell kokën e filanit këtu. Dhe Suraka ibn Malik ishte në një mezhlis dhe vjen një person thot kam po diçka dhe të zi. Pra në shkretir. Edhe i thot si personi thot ata janë thot njerëzit tunë. Dhe të kuptova se ata ajë do të më konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa shpërblimi i madh i devëve që kishte vendosur se Abu Jehli, mbani thotë që ti tham shërtuarës sime, ma përgatit kalin dhe ma vendos filan venin, nga sa ajo ishte shërtuar dhe kishte për detyrë rregullimin e kalit, përgatitjen dhe me dërgun filan ven. Pastaj i thotë shkova hypa në kalin tim, edhe jam syva thotë për kërkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdon Suraka ibn Malik për me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë rrugtimit e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekr. Dhe në momentin që ndan me ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ja kali tina fundoset në tokë. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me lut Allahun xhalla wa ala që më nxjerr kalin e tina. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutë Allahun xhelalu wa ala dhe del kali tina. Pastaj shpërblimi i madh gjithashtu ban prap jam si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngritet një furtunë plohur dhe prap sharron kali tina. Dhe e kupton Suraka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e pamundur kapja e tij dhe si edhe kthimi i tij në Mekë. Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë di se ti je njëri i penguar. Pra problem ty me të bëu dam dikush. Kështu që ma shkruaj sot një letër. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot Abdullah ibn Fahirës, gjithashtu që ishte në shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thot shkruaj. Se çka më shkruaj Rasulullah? Thot shkruaj ti premtoj Bilizikt edhe kurorën e Kisras. Kush ka qenë Kisraja? Ka qenë mbreti i Persisë. Pra mbreti i Persisë. Ka qenë atë kohë, super fuqi. Dhe pejgamberi alayhis salam vllazni, si që vrejeni këtu poshtë duku për ndjek, apo? Pra poshtë i pa fuqishëm. S'po ka shtri, s'po ka shtet, s'po ka forcë. Ju kundërvy më kasve. Mi pun këtë rast po premton
pushtetin e përsisë. Si me ha sot më merë një superfuqi e madhe, qoftë Rusia, ose Amerika, ose Kina, pa mërë pasysh. Dhe subhanallah, sura ka i thëtë pejgamberit alayhis salam, ja thëtë o Muhammed, ma alimnaka illa rajulan saduqa, thëtë na nuk ngjojmë ndryshe ty përveç një të sinqert. S'ka mujtë me imagjinu që mundet me arrit një ditë pejgamberi alayhis salam me marrë pushtetin e Kisras edhe të Herakliut e atyre mbretërve që kanë qenë atko. Edhe vazhdon pejgamberi alayhis salam thotë wassalam, thotë po çaqum me ato që pasën udhëzimin. Edhe vazhdon rrugtimin. Subhanallah, pas një kohe, sahabët që në këtë kohë kanë qenë duke për ndjekur, domethënë merret pushteti i Kisras, edhe i Cezarit, edhe domethënë i atyre mbretëve që kanë qenë atko. Suraka i ka pas 93 vjet kur Omeri radiallahu anhu ja ka vendos kurorën e Kisras, katllëkun e tij dhe Bilizik në dorë. Po në këtë kohë ka pranuar Islamin. Ka thonë çfarë ka thonë pejgamberi sa ditën e Hijretit, thotë me ka premtuar Bilizik edhe kurorën edhe katllëkun e Cezarit. Thotë Omeri radiallahu anhu ma sill në Surakën, ja vesh ato, ja vendos pak thot sadaka Rasulullah. Të vërtetën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mbon pak thot këtu se janë astuat as mijat, janë shtetit Islam, kështu që duhet me të zhvesh prap edhe kthehen në punën e shtetit. A moralizohet unë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ja kishte premtuar Surakës. Para se më mri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, vjen një person i cili ka pas emrin Burejde ibn Husayb radiallahu anhu. Ky kishte dalë me 70 veta në kërkim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se kishte ndëgjuar për shpërblimin e madh për devet që ishte vendos Abu Jahli. Mirë po subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rrethonat më të vështira se kalon davetin. Dhe i ban davet, don Allah xhelalu ala me 70 të pranojnë Islamin. Por para më në 13 vjet ka thirrë në Mekë, nuk janë bo 70 veta. A duke u përndjek, Allah azza wa jall ja mundson këtyre 70 veta me pranu Islamin. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtrinë e Zotit të nuk e din kush postina. Nuk e din ti ku të ndihmon Allahu xhelalu ala. Nuk e din ka të vjen dima. Prandaj ne e kemi për detyrë me thirr njerëzit. S'ka më na vetë Allahu ditën e gjykimit kanë e ke uzuti. Ka uzimin duhet Allahut. Mirë po Allahu më na vetë ke thirrti. Po e ke thirr në rrugën e Allahut xhelalu ala. Këto komë na pyet Allah subhanahu wa taala. Përfundim, mësimet që nxjerrëm nga hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim vëllezër të nderuar se mësimet janë të shumta, mirë po ne do i përmendëm disa prej tyre. Para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mori sebepet në përgatitje nga dalja prej Mekës për në Medinë. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori edhe shoqërusin, e në veçanti në kësaj raste, po edhe në udhëtime, është mirë që muslimani ta ketë një shoqërus. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte parasysh ajetin ku Allahu thotë wa'iddu lakum mastata'tum min quwwa, dhe përgatituni sa të keni mundësi me forcë. Pra forcë është për qëllim pra fizike, ushtarake, diturie e kështu me radhë. E para, dyta që mësojna prej mësimeve të hijretit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse i mori sebepet, nuk e harraj Zotin e sebepet. Pra Allahun xhelalu ala. Pra marrja e sebepet dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dinte se sebepet vetvetiju nuk sillin asgjë. Mirë po Allahu azza wa jalla është ai i cili vjen ndihma dhe suksesi nga ona tina. Prandaj, çka i tha Abu Bekrit radhiyallahu anhu në shpellë, ma bike bithnejni Allahu ta'ala thonë. Çka mendoj për dy, Allah është i treti i tyre. Pra mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. E treta, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte optimist dhe gjithashtu nuk e humbiste shpresën edhe në rrethonat, në situatat më të vështira, nga sa edhe pse ishte duke u përndjek i thirrse, domethënë i premtonte njerëzit, i premtonte njerëzve, domethënë gjëra të cilat me lejen e Allahut azza xal do realizohen.
sikur se i kishte thonë Kisras, ke enni bikeja Suraka, i kishte thonë, o Suraka, sikur se jam duke i pas si vare i Kisra, domethënë në kokën tonë dhe në duar tënde, domethënë bilizikte e Kisras. Po ja kishte premtuar se kanë mu vendos trupin tanë të kotë i gjatë. Po shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte dukur për ndjek, po megjithatë shpresa ishte në Allah, se Allah do ndihmon robën e tij, do ndihmon rrugën e tij dhe do ndihmon muslimanët. E pa më rastin shembull me Gazën se sa është ha musliman subhanallahu nga ajo që e humben shpresën, Allahu na ruaj, kalojnë në mendime të këqija për Allahun xhelalu ala. Dhe shpesh vinin pyetje se pse Allahu s'u ndihmon musliman në Gaza. Se çfarë? Po gjithçka ka urtësi, gjithçka ka hikmet. Mirë po besimtarit që herë do ta ketë mendimin e mirë dhe shpresën e Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobive që mësojnë është se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha periudhat e jetës, dhe të qofshin ato të lehta apo të rënda, është kujdesje të thirr njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sikur se pa rastin me Burejde ibn Husajbin radiallahu anhu me 70 veta se si kishte thirr edhe në këtë stat. Gjithashtu prej dobive që mësojna është rëndësia e shoqërimit. Pra, kur erdhi Xhibrili alayhis salam dhe i dha leje për me boj zret, tha kush do të shoqëruesi me mua në këtë udhtim. Dhe i tregoi se do të Abu Bekri. Gjithashtu dhe Abu Bekri se si lypi shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në gjitha periudat e jetës besimtarit do ta zgjedh shokun e tij, do ta zgjedh vllaun e tij dhe të mundohet të jetë domthonë në shoqërinë e mirë. Shoqëria e mirë ka vlerë shumë të madhe. Atë ditë kur qeni kishte shoqëruar ashabul Kahfi, pra banorët e shpellës, në shpellë me qëndru me ta 300 vjet, Allahu xhelalu ala përmeni në Kur'an. Dhe ne sot duke lexuar surën Kahf, pra e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala duke e përmend apo duke e kaluar në ajetin ku përmendet qeni. Gjithashtu e mësojna prej dobive të hijretit se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashku me sahabët i kanë përjetuar dhimbjet dhe sprovat dhe telashet e ndryshme. Pra nuk ka ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam korrik e pastaj me dhon urdhra e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shiju të gjitha knacit. Jo, për këndrazës bashku me sahabët i ka përjetuar të njëjtat sprova dhe të njëjtat rrugë që i kanë përjetuar dhe sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për i dobive tjera mësojna se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembull si në siguri, si në sprova, dhe Allah xhelalu ala nuk e morri pejgamberin alayhis salam në ditën e hijretit sikur se ka marrë natën e Isra së Mirajit. Pse? Se sikur ta merrte sikur se në natën e Isra së Mirajit, atëherë muslimanët të cilët të sprovuan me sprova ndryshme pas jetës pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, do ishte domethënë e vështirë se si do uzoshin dhe si ta pasonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po vetë fakti se si pejgamberi sa ka ikë dhe ka marrë sebeb që ishin mësuar, atëherë jap me kuptu se muslimanët do ta kenë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur gjenden në rrethana të tilla. Dhe gjithashtu e mësojnë vëllezër të nderuar se kjo fe dhe kjo rrugë do në sakrificë, do në mund dhe lutje. Dhe se muslimani dohet të punon punë të mira dhe gjithëherë ta ketë për qëllim dhe synim Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu e shohëm nga dobite e hijretit dhe kësaj që u fal se çfarë rëndësie ka shoku i mirë veçantie në ditët kur ka lënë për sprova, nga se Abu Bekri radiallahu anhu ka kajt nga gëzimi për me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe se se ka qenë tërë familja e tij në shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu janë disa nga dobit e hijretit. Allah azza wa jalla shpërblet me të mirat e xhenetit. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allah na boft të dobishëm kudo që jena, na boft qesat hajrit dhe drynat sherrit. Dhe Allahu na mundësoft që mu dhe juve dhe familja ime dhe familja juve të jetë gjithëherë në shërbim të islamit dhe muslimanëve.
Dhe në ditën e kiametit më mburë për dalën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe para Allah subhanahu wa taala. Allah shpërblet me çfarë.